Përshëndetje. Tema e mësimit për sot është ushtrime për kundrinorin e shdrejtë. Orët e fundit ne kemi folur për kundrinorët dhe konkretisht kemi formuluar veçori karakteristike të kundrinorit të drejtë, të kundrinorit të shdrejtë dhe kemi thënë që kundrinorin e shdrejtë e kemi kundrinor të shdrejtë pa parafjalë dhe kundrinor të shdrejtë me parafjalë. Gjatë kësaj ore mësimi, kam menduar të ndalem tek ato ushtrime të cilat nuk patëm kohë t'i përfundonim në orën që folëm për kundrinorin e shdrejtë. Dhe në pjesën e fundit kam përzgjedhur disa fjali me qëllim që të përforcojmë të gjitha njohuritë të mara për kundrinorët. Vazhdoj me ushtrimin 2 faqe 236. Është dhënë kërkesa: dalloni kundrinorët e shprehur vetëm me traj të shkurtër të përemrit vetor. Kemi fjalinë: një ditë burri u ul në një shkëmbë përballë detit dhe nisi t'i bjerë lautës me përmallim, duke kujtuar gruan dhe shtëpinë. Pra, sipas kërkesës, do të dallojmë vetëm kundrinorin të shprehur me traj të shkurtër të përemrit vetor. Atëherë, shikoj që trajta e shkurtër është midis pjesës të lidhores dhe para foljes bjerë. Atëherë, kam kundrinor të shdrejtë pa parafjalë. Pse? Sepse bëj pyetjen: cilës nisi t'i bjerë, dhe përgjigja e marrë është asaj i. Pra, dallova kundrinorin e shdrejtë pa parafjalë të shprehur me traj të shkurtër të përemrit vetor në rasën dhanore. Ushtrimi 3 faqe 236. Kërkesa: plotësoni fjalitë e mëposhtme me kundrinor të shdrejtë duke u ndihmuar nga pyetjet. Pra, është dhënë fjalia babai i kujtoi dhe pyetja kujt. Duke parë pyetjen, atëherë direkt më shkon mendja që fjalia duhet plotësuar me një kundrinor të shdrejtë pa parafjalë. Dhe unë kam bërë plotësimin: babai i kujtoi djalit. Dhe më pas kam vendosur dhe kundrinorin e drejtë detyrën me qëllim që fjalia të ishte sa më e plot nga kuptimi. Pra, gjymtyra e plotësuar ishte një kundrinor i shdrejtë pa parafjalë me emër në rasën dhanore, i shoqëruar dhe me trajtën e shkurtër po në rasën dhanore: kujt, atij, i. Ushtrimi 4 faqe 236. Është dhënë kërkesa: në vendet boshe shkruani nga një kundrinor, shënoni përbri llojin e tij. Shikojmë fjalinë: ajo kishte dalë të shite në dyqane. Fjalia do të plotësohet me një kundrinor. Atëherë, cili është kundrinori që unë kam plotësuar fjalinë? Ajo kishte dalë të shite në dyqane me shoqet. Për të identifikuar se cili është lloji kundrinorit, bëj pyetjen: me cilat kishte dalë të shite, dhe përgjigja me shoqet. Pra, fjalinë e kam plotësuar me një kundrinor të shdrejtë me parafjalë, të shprehur me emër me parafjalë në rasën kallëzore. Vazhdoj me ushtrimin 6 në faqe 236. Siç e shikojmë nga kërkesa, ne në këtë ushtrim do të dallojmë të gjithë kundrinorët e mundshëm të përdorur në fjalitë e dhëna. Do t'i emërtojmë këta kundrinor sipas llojit dhe do të tregojmë se me se shprehen. Shikojmë shembujt e përzgjedhur. Mbrëm pash ëndrrën më të çuditshme që mund të përfytyrohet. Atëherë, bëj pyetjen kallëzuesit për të dalluar kundrinorin e përdorur në këtë fjali. Cilën pash, dhe përgjigja e marrë është ëndrrën më të çuditshme.
atëherë grupi emëror në rasën kallëzore është kundrinor i drejtë. E kam theksuar është pa parafjalë sepse, rikujtojmë, kundrinori i drejtë shprehet me emër, grup emëror, për emër në rasën kallëzore gjithmonë i ndërtuar pa parafjalë. Fjalia e dytë e përzgjedhur. Mu duk sikur isha në shtëpinë e pleqve në vendlindjen e gjyshes. Atëherë, përsëri bëj pyetjen kallëzuesit për të dalluar kundrinorin e përdorur në këtë fjali. Kujt u duk dhe përgjigja e marrë është mua më. Kam trajtën e shkurtër më, e cila është ndarë me apostrof nga pjesëza u e foljes u duk dhe ëja e kësaj trajtës të shkurtër ka rënë. Dhe kjo trajtë e shkurtër luan rolin e kundrinorit të drejtë pa parafjalë, sepse është e shprehur me një trajtë të shkurtër në rasën dhanore. Pjesa tjetër janë fjali që unë kam përzgjedhur për të dalluar të gjithë llojet e kundrinorëve, për t'i emërtuar këta kundrinor sipas llojit dhe për të treguar me se shprehen, me qëllim që të përforcojmë akoma dhe më mirë njohuritë e marra për kundrinorët. Fjalia e parë e përzgjedhur. Çdo vizitor manitet nga bukuritë e natyrës shqiptare. Atëherë, do të jem e kujdesshme në formulimin e pyetjes për të dalluar gjymtyrën e kundrinorit. Dhe kam bërë pyetjen, nga cilat mahnitet çdo vizitor, dhe përgjigja është nga bukuritë e natyrës shqiptare. Grupi emëror, i paraprir nga parafjala nga e rasës emërore, është një kundrinor i drejtë me parafjalë. Fjalia e dytë, të takon ty të flasësh. Atëherë, i bëj pyetjen kallëzuesit. Kujt takon dhe përgjigja e marrë është për emri vetor dhe trajta e shkurtër që e shoqëron atë në rasën dhanore. Ty, të. Pra, kam të bëj me gjymtyrën e kundrinorit të drejtë pa parafjalë, të shprehur me përemër vetor dhe trajtë të shkurtër në rasën dhanore. E kemi theksuar që gjithmonë kundrinori i drejtë pa parafjalë shoqërohet me një trajtë të shkurtër në rasën dhanore. Fjalia e tretë. Ushqyerja e shëndetshme ja zgjat jetën çdo njeriu. Vazhdoj të gjej kundrinorët përmes pyetjeve. Bëj pyetjen kujt drejtuar kallëzuesit. Kujt ja zgjat jetën dhe përgjigja është grupi emëror në rasën dhanore. Çdo njeriu. Dhe ky grup emëror më luan rolin e kundrinorit të drejtë pa parafjalë. Përsëri i drejtohem kallëzuesit me pyetjen, cilën zgjat dhe përgjigja është jetën, pra mora si përgjigje një emër në rasën kallëzore, që më luan rolin e kundrinorit të drejtë në këtë fjali. Ndalem tek IA që ndodhet para kallëzuesit. Atëherë, kam të bëj me një trajtë të shkurtër të bashkuar, të ndërtuar, pjesa e parë, nga trajta e shkurtër e përemrit vetor në rasën dhanore, kujt, ati, i, që më luan rolin e kundrinorit të drejtë pa parafjalë, dhe pjesa e dytë, nga një trajtë e shkurtër e rasës kallëzore, veta e tretë numri 1-jës, k, atë, e, që më luan rolin e kundrinorit të drejtë. Pra, i plus e na ka dhënë trajtën e shkurtër të bashkuar IA. Duke dashur që të kem qenë sa më e qartë në shembujt e dhënë, dua që t'ju ndihmoj në punën tuaj vijuese për të dalluar sa më mirë të gjithë llojet e kundrinorëve në shembujt që ju do të vazhdoni
në fletoren e klasës. Faleminderit.